Rikthehemi live këtu nga Fieri me kryetarin e Partisë Socialiste zotin Edi Rama. Zoti kryeministër, pak ka qenë një fushat përgjithsisht e qetë, duke mos futur kërcënimet që kanë ardhur nga kolegu juaj deputet Tomor Alizoti. Ludoviku. Referohesh atij filmit, vendimit, ë? Vendimi është qa filmi, po ishte një Ludovik atje që është komplet si ky, me ato flokë. Karafil komplet. E ke koleg, nuk mund të flasësh me këtë gjë. Qa ju? Jo, s'kam unë gjë për të, ai mua më argëton, është personazh. Më duket realisht i dal nga një film i Kino Studios në jetën tonë të përditshme, unë nuk kam asnjë problem me të, është personazh. Megjithatë ju quajti kryeministri që ka dalë lagurish rrugëve të Parisit dhe kryetari gjysmoping. Shikon, se ka atë pra që bën si aristokrat. Është figurë. Xhaketë me vizë. Është komplet. Po ai pra me xhaketë me kuadrata që lexon gazetën Tomori. Sot pati, duhet të jem serioz. Sot pati një incident të rëndë me një kandidat, një prej partive të reja në Sarandë. Ai u kap nga policia me drogë, por ka shumë akuza edhe nga Shqipëria bëhet që thonë kjo është diçka që u inskenua ndaj këtij kandidati në Sarandë. U inskenua? Nuk e di, s'kam marrë informacion konkretisht, por ideja që në një realitet konkret, në jetën reale të një vendi mund të krijohen forca angjëllore, të cilat do të sjellin pastërtinë e madhe dhe do të bëjnë çlirimin e madh, është një ide që kudo ku është eksperimentuar ka prodhuar një moment mbështetje, po nga mbrapa ka sjell vetëm qesharakzim të vetë subjekteve të kësaj natyre, edhe aty ku pastaj kanë pasur mundësi të fusin duar dhe hundët edhe në punë të qeverisë kanë bërë dëme të mëdha. Kështu që megjithatë janë të paktën nga sondazhet, dhe tu po i fus gjitha sondazhet dhe ato që kurse për sa i përket kësaj historisë që thoni ju, unë nuk hyj tek ata që nëse dikush nga një parti e caktuar kapet në një gabim ose në një faj, kjo e fajson partinë. Unë hyj tek ata që thonë dhe besojnë që mënyra si reagon përcakton staturën e një partie, dhe kur partia pastaj thotë që ky është një skenim, kjo është e krijuar etj, pastaj tregon që ka staturën. Megjithatë ajo statura nuk duket aq e ulët, po ti referohesh sondazhe. Po puna e tyre s'kam unë asnjë. Jo, ideja është realiteti i ri parlamentar mund të jetë pak më shumë ngjyrë se sa ai më parë. Po tash edhe kënet fare në një krah shkonte fare punë. Pra ju e pëlqeni idenë që po futen partitë të reja në parlament? E vendos. Dhe cili mund të jetë raporti juaj me ta? E vendos populli dhe është i respektuar kushdo që vjen atje, përveç kënetës kuptohet, për cilën nuk mund të kem asnjë respekt. Tani, pyetja ime është kjo, ju duket që po shkoni drejt një majorancë që mund të afrohet 80 mandateve. Të paktën po të shohësh bësh një mesatare të gjithë sondazheve dhe me njerëz që merren me sondazhe që janë folë, duhet që ti shkon diku këtë 10 të paktën mbas sondazheve. Dhe ndërkohë partitë e reja mund të jetë në Kuç, nesër e kemi këtë. Në Kuç e ke? Nesër është? Nesër do shkoni në Kuç? E ke bërë llogarin? Si del? Ja, në Kuç, si del për çfarë? Dhe lesh Kuçit ekskluzivitetin, a? Kuçi ka ekskluzivitetin. Megjithatë pyetja ime është, nëse realiteti i ri temi parlamentar ofron një grup partish të reja, që unë preferoj të quajmë parti të reja, cilat mund ta sfidojnë ato që ju e quani rolin sekondar të kënetës në një jetën parlamentare të vendit ku vjen puna. Këneta, ju kë do zgjidhni nga këto dy grupe? Do zgjidhni numrin 2 zyrtar apo do i referoheni, do shtrihni dorën ndaj këtyre partive të tjera? Unë mendoj që këneta e ka fatin të shkruar. Rikthimi i bufit në krye u duk gabimisht për shumë kënd si ringjallja e madhe, po në fakt është kënga e fundit e
se s'tem do të mjellmës, po kënga e fundit e Bufit që përkon edhe me fundin e Kënetës. Mbas Bufit, Këneta do të shkojë në një proces komplet shkërmoqje, se nuk kam asnjë mundësi që t'i mbjetoj gjithë degradimit që i ka hyrë brenda dhe kalbëzimit që ka si organizëm. Pra, ju mendoni që do keni softship Partisë Demokratike? Ta imagjinosh për një moment Kënetën pa Bufin, do të thonë ke një mozaik të jashtëzakonshëm. Ka elemente nga Luciano Fake Pavarotti, ke Gazi Botës, ke Ludoviku i Beratit dhe pastaj Elbasanit, tek ky tjetri që s'del fare as Gjukundi. Do të thonë është Kënet, është tamam Kënet. Pyetja ime ishte ama jo lidhur me Kënetën. Pra, nëse krijohet një realitet i ri parlamentar, keni një preferencë? Ndoqa logjikën e asaj që do të futja e këtyre figurave të reja në mozaikun e parlamentit është pikërisht boshllëku që kalon Këneta. Po pra, vërtet. Sepse ne nga ana jonë, ne pjesën tonë edhe territorin tonë e kemi kultivuar edhe besoj që do ta zgjerojmë në këto zgjedhje. Ndërkohë që territori tjetër është një territori fragmentuar edhe i coptuar, sepse janë të gjitha ato... Okej, kuptova. Ju do të keni ato italianë që Barato dhe Lashete. Ju do keni mundësi gjithë partnerët politikë të rinj në parlament sipas dëshirës tuaj. Nuk kemi ne çfarë zgjedhin partnerët politikë. Ne partner politik kemi popullin shqiptar, kemi shumicën e shqiptarëve dhe partner politik kemi Bashkimin Evropian. Nuk kemi ne çfarë zgjedhin partner këtu, secili do bëj rolin e vet, do bëj punën e vet, do thotë ato që ka për të thënë, do shohim rrugës nëse do na bashkohen ndonjëherë rrugët në një moment caktuar për një punë caktuar, nëse s'do na bashkohen, nuk kemi ne asnjë problem. Punë caktuar do të thotë edhe bashkëqeverisje? Cila bashkëqeverisje? Bashkëqeverisje nuk do të thonë bashkëqeveri, bashkëqeverisje. Pra bashkëpunim për momentet caktuara që mund të kërkohet ndihma e forcave të tjera parlamentare. Në çdo moment kur është e mundur të dialogohet, të bisedohet, të bashkëpunohet, ne jemi gjithmonë të gatshëm, por kjo ka qenë e pamundur në pjesën më të madhe të kohës me një kundërshtar që ka qenë më shumë i prirur të tregoj muskujt se sa të tregoj sa mund të ka. Zoti Rama, kryetari i Partisë Socialdemokrate zoti Tom Doshi para pak ditësh për një deklarat tha Partia Socialdemokrate nuk do të bashkëpunojë kurrë me Sali Berishën, ne jemi të gatshëm gjatë gjithë kohës të bashkëpunojmë dhe të bashkojmë votat tona me Partinë Socialiste. Nuk e di, ishte ofertë e njëanshme? Ka një komunikim e Ne nuk kemi nevojë për ofertën e askujt edhe për bashkëpunimin e askujt. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë, jemi forcë udhëheqëse, ne jemi në një mision të madh kombëtar, ne nuk jemi në një garë elektorale me të tjerë, ne jemi në një sfidë me historinë, në një sprovë me historinë, kështu që këto të gjitha janë pjesë e gjellës përditshme, por ne nuk jemi në këto Pra përgjigja juaj është ndaj ofertës njëanshme të zotit Doshi. Ne jemi në atë lloj tavoline, domethënë, ne jemi Partia Socialiste. E di pse e them këtë, sepse të paktën u interpretua një body language juaj në një event politik në Veri, kur u duk si kryi tundët gishtin kryetarit të Bashkisë Vaudeos mos luaj me dy porta, dhe referenca ishte ndoshta loja e dy fishte ti edhe me partinë e Tom Doshit. Ka diçka të vërtet në atë mos luaj me dy porta? E ka qenë një komunikim mes me edhe ti, ai e di që kam dashur të mund. Ndërkohë, ajo që ne e dim gjithashtu është janë dy gjëra. Në qarkun e Shkodrës, të paktën nga sondazhi i jon me Anxhir Çerke, unë e di që ju preferoni atë të atij Trumpit, po. Edhe sondazhi jon nxori në thojza një mini revolucion në Shkodër, pra nga 28% deri gati 41% Partia Socialiste në Shkodër. Nuk e di sa kjo do përkthehet mandate, po di çka ka prodhuar deri tani, një replikë të fortë prap një anshme të zotit Doshi me kryetarin e bashkisë zotin Benet Beci, Partia Socialiste. Nuk dua të hyj fare në këtë lloj territoris, më takon mua të merrem me këto lloj diversionesh lokale që i bëhen Partisë Socialiste dhe që i bëhen
kryetarit bashkisë në Shkodër, janë pjesë ati habitati atje dhe këtij momenti politik. Unë ditë vetëm kaq që nuk ka Partia Socialiste në Shkodër asnjë adresë tjetër përveç adresës vetë të Partisë Socialiste. Zoti Rama, ka patur dhe incidentet tjera përveç retorikave të forta, kuptohet, që kanë qenë të rralla, por ka patur dhe incidente si ajo në Bilisht. Duket që le të themi nga pala tjetër ka një situatë tensionuar. Pamit që pamë sot për fatkeqjen e Elbasani e vërtetojnë, por ka një tension më të madh në gjirin e Aleancës për Shqipërinë madhështore. Mendoni që dita pas zgjedhjeve do të jetë pa incidente? Mendoni ka një plan, Berisha ka një plan B për të kontestuar rezultatin e zgjedhjeve? Keni ju një plan B për të përballur këtë situatë? Ai s'është plan B tani, ai është bufi vet, nuk është plan B. Domethënë se përkon bë me buf. Bufi është ai. Më thuaj një herë që ka pranuar zgjedhje bufi kur si ka fituar vet ose kur s'ishte vet që i administronte dhe s'kishte çfarë thoshte se e nxorën me shelma nga zyra shqiptarët, po bufi nuk diskutohet, është bufi ka bërë lista e Kënetës, është lista e 12 majit, nuk është lista e 11 majit. Një njeri që shkon në ndeshje për të fituar, nuk mbledh ekipin e veteranëve, që do thajte luani ju futboll me Serina. Është njësoj si të mbledhësh Juventusin e 15 vjetë për para, ti thua shfutun ju tani edhe mund një Interi. Nuk e mund dot. Bufi e ka bërë eksakt në datën 12, kur do dalin atje, edhe unë imagjinoj, po pse? Po vetëm rikthimi njëherë Josefinës. Josefina është rikthyer vetëm për këtë, për atë portretin e pikëlluar kur bijtë e etërve i grabisin popullit sovranitetin duke vjedh votat. Josefina vetëm është këtë. Që është shife listë, edhe ke një listë që është bunker. Ai është një bunker për datën 12, sepse duhet t'jesh shumë idiot në datë 12 që të fillosh atë këngë. Nuk mundet do të eksperimentosh duke marrë njerëz të ri dhe pastaj tonore më fal, ne humbëm. Jore, datën 12 është zhvejk dej. Të gjithë do dalin dhe do thonë brot shkolla ka më të mëdha. Se ata në radhë parë duhet ta besojnë vetë njerë që ja u morën dhe mjafton të shohin bufin. Bufi e di shumë mirë që s'ka shans t'i afrohet, jo më të fitoj. Zoti Rama, gjithë besojnë që ju keni një dhjam, ose ju, domethënë si politikan, dhe partia juaj ka një dhjam caktuar politik që ju lejon të bëni edhe eksperimente, siç është ai futjes në listën e sigurt të Vlorës të një profesoreshe e cila ka qenë me fjalët ekstremisht kundër jush gjatë çadrës së zotit Basha në vitin 2017. Ju i drejtuat qarkut Fierit, thatë një të vërtet madhe që qarku Fierit apo qyteti Fierit është kryeqyteti socialistëve. Dikush mund të thotë shpesh ju e harroni, të kujtoni kryesisht gjatë fushadës. Nuk e di pse kam përshtypjen që të majtët, ata që ju votojnë më shumë, janë ata që ndonjëherë janë më të pezmatuar me ju. Që? Sepse është kjo ideja juaj për të majtës, për të djathtës. Jo, ata. Se ju thatë një tjetër vërtet madhe sot, që Partia Socialiste është partia më e madhe shqiptare në vend, dhe kjo është e vërtet. Por ama është partia e maj. Në vend dhe kudo ku ka shqiptar. Por ama është partia e maj. Është partia e maj. E qendrës maj, po. Është partia moderne. Ju e keni kthyer në qendër të maj? Po ka qenë qendra e majt ajo që në kohën e Fatosnanës, me thënë drejtën, dhe Partia Socialiste është shumë më e madhe se sa socialistët që e përfaqësojnë në televizor. Madje nga i herë kush e përfaqëson në televizor nuk e ndjen deri në fund se sa e madhe është partia dhe se sa shumë duhet të ndihet i nderuar që përfaqëson atë parti. Domethënë nuk është e kundërt, u besoj që pikërisht pse socialistët e territorit janë shumë të vetëdijshëm për këtë, janë edhe të bezdisur nga cili do qoftë që kur i përfaqëson nuk i nderon deri në fund. Zoti Rama, në replikat që u bët gjatë
fillimet se fushate u duk sikur donit të tërhiqnit në garë edhe zotin Basha. Pse i riktheni aq shpesh dashurisë tuaj për politike, do thoya për to? Nuk është problemi se doja ta tërhiqja nga garë. Po doja, se tani që nuk i kthen përgjigje, nuk merret deri me Basha. Po se u fik rrugës. Por mu duk se kishte një hapësirë aty për të pasur një debat midis shumicës dhe pakicës. Mirë po, një njeri që s'ka fituar asnjëherë asgjë, po ja kanë dhuruar gjitha ato që ka pas. Nuk e mban dot përgjegjësinë që të udhëheqi në kushtet kur duhet i vendos të gjitha pa pasur të tjerë që vendosin për të. Nuk e bën dot, u fik ngeli aty. I pëlqeu. Po parullën e kishte gjetur 7-313. Ishte e gjetur. Jo, ma atë e kam përdorur edhe unë, se ishte e gjetur, po problemi është që u fik edhe pati një moment që i pëlqeu vetja në ekstrem. Edhe po ta shohësh më harroi mua dhe u dashurua komplet mas vetes vet. Edhe e lash të vazhdoj dashuri me vetën e vet, ç'ti bën. Ashtu është, dashuria nuk e imponon dot. U mrekulluam mbas vetes vet, nga që ndoshta nga që kishte menduar që unë e kisha harruar për gjithmonë, edhe aty thau që nga çuni burr. Humbi. Zoti Rama, humbi edhe kam shumë frikë se nuk do jetë parlament? Do e ndjeni mungesën e tij? Si, jo më. Le tani mos bëu më do ndjej mungesë. Jo, është të kam frikë se në parlament. Do ndjej mungesë, është ai është një shembull i jashtëzakonshëm se si njeriu mund t'i dhurojnë gjitha dhe si mund t'i hedhë të gjitha dhuratën në lumë. E vërtet është. Zoti Rama, megjithatë, suksesi juaj më i madh, që ju vetë keni cilësuar ti, që është reforma në drejtësi, ju ka sjell juve dëmet më të mëdha gjatë spaku 4 viteve të fundit, dëmet në kuptimin që drejtues të rëndësishëm të partisë, qeverisë, qendrore dhe lokale. Po pse flasim kështu ne, tani se unë nuk duhet. Jo, një sekond, po më le ta mbaroj, se unë nuk e kam. Jo, po pse flasim kështu, se unë s'duhet numëroj njerëz dhe s'duhet. Jo, i kam numëruar unë, emra njerëzish, po i kam numëruar unë, e di. Po ta marrësh ashtu janë 6 ministra nga ju, 8 ministra nga ata. Jo, mos bëjnë 6, ku i bëjnë 6 numëroj, se 5 plus Erion Veli. Po jo mos janë njerëz ata? 5 plus Erion Veli që është sekretar bashkie. Po mos nuk janë as 5, po. Po i kam numëruar tani, po nuk do bëjmë aritmetikën e lulit. Po edhe e para, e dyta bëhet fjalë për 12 vjet. Patjetër. Rrugtim, nuk bëhet fjalë për 2 vjet. E treta, Partia Socialiste është shumë e madhe, shumë e madhe, dhe ne kemi shumë njerëz të angazhuar në qeveri, jo vetëm në nivelin e parë, por në nivelin e dytë, nivelin e tretë, deputet tani. Kjo është zgjedhja që kemi bërë dhe kësaj zgjedhje ne i qëndrojmë dhe do i qëndrojmë deri në fund, se ndryshe për çfarë e bëm këtë zgjedhje? Zgjedhja që bëm është të dorëzojmë shpatën, e dorëzuam shpatën. Nuk duk sikur e morët sërish. Nuk është më në dorën tonë. Pse? Duk sikur e morët, retorika ishte e fortë. Pas asaj që ndodhemi me Bashkimin e Tiranës. Shpata shpata është dorëzuar dhe nuk merret më. Fjalët për të mbajtur një qendrim caktuar në një moment caktuar, kur e ndjen që duhet ta mbash një qendrim, janë normale se ne jemi në demokraci, por ne kemi dorëzuar shpatën, kështu që tash nuk kemi çfarë diskutojmë më. Ato janë vendime sovrane të drejtësisë. Në fakt, zoti Xhafaj, drejtuesi i komisionit të posaçëm, le të themi në slangun gazetaresk i mbikëqyrjes së reformës drejtësisë, tash në slangun gazetaresk, pasi formulimi zyrtar është tjetër, tha që puna e këtij komisioni do të vazhdojë në intervistë televizive, mos gaboj 2 ditë më parë dhe do të fokusi do të jetë edhe temi rishikimi, ndonjë gjëje, korrigjimi diçka që mund të bëjë gabim në reformën drejtësi. Ju e konfirmoni këtë? Ato e kemi thënë gjithmonë që ajo do vazhdojë dhe ai komision do të vazhdojë deri kur Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian. Sepse ai komision nuk është as gjëkundi gjëja që shumë kush e ka interpretuar ose që shumë kush kërkon që të jetë.
për të krijuar këtë idenë që ne kemi bërë një komision që të ndërhyjmë punët e drejtësisë, nuk është fare. Keni parasysh që në negociata 57% e gjërave që ne duhet bëjmë për të mbyllur negociatat kanë bënë me drejtësinë. 57% e gjithë atij volumi. Kështu që dhe me qëra fjala se nuk më doli nga mendja se mora përpara se sa të hynim këtu në takimin e Fierit, para se të hynim e mora që është marrë vendimi sot për të hapur grup kapitullin tjetër. Janë 8 kapitull të tjerë që bëjnë që ne praktikisht kemi hapur 24 kapitull në një kohë rekord, edhe mbeten edhe 11 kapitull tjerë për të hapur. Që unë kam shumë besim që do t'i hapim brenda këtij viti të gjithë. Gjithë kapitull brenda vitit të 2025? Po. Megjithatë, ju keni thënë me drejt, momentumi është shumë i mirë, nuk i kap gjithmonë europianët me këtë mendje që janë sot. Jo gjithmonë, i kap shumë rrallë. Ose ndoshta asnjëherë, ndoshta ky mund të jetë rasti i parë, ndoshta për Shqipërinë. Për ne është i pari. Që ndoshta kemi pasur një rast të interpretueshëm në 4 ose 6 që e humbëm po vetë. Po është interpretueshëm ai rast. Po mund të ishte një rast për të hyrë në proces. Për të hyrë në proces, po. Po vazhdimi jo për të. Megjithatë, ky proces do kaloj testet e veta. Testi i parë mendoj unë është mbyllja e negociatave të Malit Zi në fund vitit 2026. Dhe është një test i fortë, sepse do testohet jo thjesht Mali Zi, por do testohet edhe vullneti politik i Bashkimit Evropian. Çfarë besoj? Unë nuk e besoj ti. Që? Unë nuk e besoj që do bëhet një mbyllje përpara, se besoj që për Bashkimin Evropian, Shqipëria dhe Mali Zi do të trajtohen, shihen tani dhe do të trajtohen bashkë. Pra unë mendoj do na afrojnë në 2026 apo dhe atyre do të shtyhen në 2027? Unë mendoj që mbase kam gabim dhe patjetër që s'kam asnjë lloj problemi nëse do ndodhi kështu si shte, po unë kam përshtypjen që do duhet 2027 për të dy. Ju keni dhënë një premtim tani kur po vija nga Tirana për në Fierë, pash kudo në billboarde dhe është një premtim shumë i bukur pasi e presim gjithë prej më shumë se 3 dekadash, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, apo të futemi në Bashkimin Evropian, po ju dini shumë që kjo nuk është në dorën tonë. Pra ne mund të bëjmë mrekulliera që ne nuk do i bëjmë, sepse unë jam i parimit që ne do bëhemi më të mirë duke qenë brenda Bashkimit Evropian, se nëse bëhemi të mirë para se të futemi në BE, mund të rrim si Zvicra apo si Norvegjia. Po ne do bëhemi të mirë, jemi ajo kategori vendesh që mendojnë do bëhemi më të mirë kur të monitorohemi më shumë, pra kur të bëhemi pjesë e familjes europiane. Monitorimin më të madh kemi tani. Kur jemi brenda, monitorimi është relativ, por ky është proces. Ajo që ne duhet bëjmë është të mbyllim negociatat në afatin që na kanë dhënë ata. Mos u japim atyre asnjë alibi për mos mbylljen e negociatave. Dhe nga ana tjetër të shpresojmë që konteksti do të mbetet ky dhe nuk do të ndryshojë. Nëse këto dyja do të mbeten siç janë tani, ne do të jemi anëtar të Bashkimit Evropian. Dhe ne nuk kemi pse të rrim të diskutojmë që po sikur. Realiteti tani është ky që ne na është hapur dera, jemi ulur në tryezë, na është dhënë afatin, ne duhet të plotësojmë afatin. Po sikur e themi, sepse ju keni bërë parole elektorale, ju thoni do marrin pasaportën europiane nëse votojmë. Po, eksakt, po. Partinë tuaj. Po, ne do bëjmë gjithçka që ne duhet bëjmë dhe duhet t'i kapim ata në fjalën e tyre. Jo thjesht në fjalën, por në angazhimin e tyre që në 2027 do mbyllim negociatat. Duhet t'i japim atyre argumenta që vinë nga ne për mos realizimin e detyrave tona. Po, nuk do ishte më korrekte tonin ta bëjmë gati Shqipërinë për Europën se sa t'ju japim pasaportën europiane? Pse pasaporta europiane vjen automatikisht pasi bëhesh antar i Bashkimit Evropian? Po nëse varet nga ata. Po pra vullneti politik i tyre, ju dini më mirë se unë. Po jemi me ata në tryezë. Tani e di si është kjo që thuati, kjo është që ti e ulur në tryezë dhe po diskuton të përmbyllesh një krushqi dhe të rish tash të mendosh po sigurt më hiqi mua krushku nga tavolina. Nuk bëhet logjika kështu. Krushku është ulur në tavolinë dhe po të thotë hajde përmbyllim krushqin. Jo, nuk është ta mbam kështu se ti ndërkohë ke ftuar ndasën. Si? Ti ndërkohë ke ftuar ndasën. Kush?
Ti pra. Jo, mor jo, unë... Ti shpëllit Krushqin. Ti thua hajde të unë se do bëjmë dasëm. Jemi ullur me Krushkun në tavolinë dhe kemi kohë deri në 2027 të mbyllim marrëveshjen e Krushqisë. Dhe në momentin që ne mbyllim marrëveshjen e Krushqisë, shkojmë në dasëm, pasi të gjitha vendet anëtare të bëjnë atë procedurën e tyre. Zoti Rama, megjithatë, premtimi juaj elektoral e ka këtë risk, që temi në nivelin mesatar të votuesit shqiptar, ky është përkthyer si një premtim konkret. Pra ju keni nxjerrë dhe një vizatim të pasaportës europiane, që mendoj, duke i njohur pasionin tuaj për këto gjëra, besoj është dhe brenda vizionit tuaj se do jetë pasaporta jonë kur ne futemi në BE. Apo e kam gabim? Besoj jam korrekt e kjo. Pastaj ka të tjerë që do bëjnë pasaportën në kuptimin si do duket. Unë ditë them që kjo është gjëja më konkrete dhe këto janë zgjedhjet më konkrete sepse realisht vota lidhet me pasaportën. Po patjetër, po ndërkohë ky është një premtim që lidhet me vitin 2030, që i bie viti i mandatit tjetër elektoral. Nuk lidhet me vitin 2030, lidhet me vitin 2027. Në momentin që ne mbyllim marrëveshjen me Bashkimin Evropian, ne e kemi kryer punën tonë. Dhe pastaj është thjesht një proces që është formalizimi i marrëveshjes sipas procedurave që kanë ata, që gjitha vendet anëtare e marrin nëpër parlament, siç bëhet me NATO-n, siç bëhet. Domethënë është brenda këtij mandati kjo që Pra e thoni Shqipëria në vitin 2030 është anëtare e Bashkimit Evropian. Sipas të gjitha gjasave, po. Zoti Rama, 2 pyetje të fundit para se ta mbyllim. Çfarë ndodh me kabinetin tuaj qeveritar pas zgjedhjeve nëse ju i fitoni ato? Çdo më thënë. Do ketë ndryshime në kabinet, do ketë ndryshime në formulën e qeverisjes? Kemi kohë për këtë, nuk të mbarojmë mirë këtë pjesë. Dhe një pyetje kështu, nuk u lodhe? Nuk u lodhe sioni? Në kryet tyre fushatave, qeverisjes, tyre betejave, vërtet nuk lodhesh? Që kur shumë vite përpara shkoja te ndjespasti me më, edhe isha kështu si, edhe thoshe qa ke, amane dhe u lodhe, pse u lodhe? Ta ka dhe njëri me zorë, lërë. Po në qofë se u lodhe, lërë. Në qofë se nuk e lë, mos thuaj u lodhe. Kështu që mos të masje u lodhe. Por ju keni thënë që viti 2030 krye Shqipërisë BE ndoshta është ai momenti jo i lodhjes, po e mbyllisin cikli për ju edhe në krye të qeverisë? Është ndroni asaj që keni thënë apo është thjesht shprehje entuziaste në një moment të caktuar? Është përmbushja e një misioni shumë të madh. Domethënë, në momentin që përmbushet ai mision, pastaj aty është momenti për të qëndruar një moment edhe për ta parë rrugën e ardhmes duke marrë frymë, se deri tani s'ka marrë frymë asnjëherë, edhe nuk do marrë frymë derisa të përmbushet ky mision. Pastaj është momenti për të marrë frymë. Zoti Rama, faleminderit që mua sot, s'dua t'ju lodh më tepër dhe suksesin 11 maj. Faleminderit. Ishim me kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Edi Rama. Kryesori kthehet nesër në orën 8, deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.